Jasmin Zhuta është emër i njohur në Suedi, veçanërisht në Göteborg, qytetin e lindjes. Por ai me krenari tregon se është nga Struga. Shumë krenar është edhe që ka nisur punën te Kosova. Me Kosovë kemi pas mohabetën e gjatë koha, mos ka qenë rasti atë që kom pas mundësi që t'jem për Kosovën, t'jem trajner, tash erdhi rasti prapë për mua është kënaqësia e madhe që më ndihmu shqiptarët, do me thonë. Tash në Maqedoni nuk mund t'i ndihmoj, po këtu ishim shqiptarë në Kosovë dhe shumë kënaqësi është për mua. Trajneri i handbollit flet në dialektin geg. Gjua nuk është gjëja vetme që Zhuta ka trashëguar nga familja shqiptare. Ai ka trashëguar edhe dashurinë për sportin e handbollit. Me handboll tregon se merret që nga mosha 5 vjeçare. Baba im ishte 7 vjet kur shkoi në Suedi. Edhe po ti gruan atë se atë nuk kishte shumë djashmi si ta shtoj, po e kemi pas jetën shumë mirë dhe shumë lehtë ka qenë. Hapat e parë thot se i mori nga babai i tij. Edhe dy gjagjallarët e Jasminit kanë luajtur handboll. Karriera si handbollist nuk i zgjati shumë, u tërhoq kur ishte 23 vjeçar. Zgjedhja natyral për ne, se baba lute, kisha dy gjagjallarë që lushin handball edhe ashtu. Pi ma të rejtë me ndër kështu, kemi vazhdu, kom pas fat që kom lujt ligën e parë në Suedi, edhe kur i kishta 22-23 vjet e zgjodha atë rrugën për trajner dhe ashtu kemi bejt tash 20 vjet. Ideja për të bërë trajner 43 vjeçarit i lindjes sa ishte lojtar aktiv. Si senior luajti për ekipin me më së shumti tituj në Suedi plot 20, Redbergslix, te ky klub sot e kryen punën e trajnerit. Rastisht erdhi kështu që kishe një ekip që kërkate trajner atë, se unë kisha fillu me punu në gjimnas punosh atë me këta matërejt pajës, edhe erdhi rasti trajneri i parë atë si kupi atë vend që isha unë, edhe më pëjtën mua, unë 23 vjet i kisha dhe ashtu vazhdoj. Punën e parë si asistent e nisi në Warta, ndërsa në Heim si trajner i parë ka punuar edhe te skuadrat e tjera. Zhuta thot se tani ka përvojën për të mësuar të tjerët. Qeshet ashtej kur e shofi si isha atë, se mendoj që nuk ishte shumë më herë në fillim, po jem cu, 20 vjet ashtej me moshën edhe ke ma lehtë ke me shumë sende, po nuk është puna e lehtë, po unë mendosha që ishte ma lehtë në fillim, ashtu mendoj. Fillimi i punës si trajner te Kosova po ashtu nuk është i lehtë për Zhutën. Ai ka besim se Kosova shpejt do të bëjë përparim të madh. Zhuta është asistenti i selektorit të ri të Kosovës, suedezit Jesper Oslund. Dy trajnerët u prezantuan në fillim të shtatorit kurse nisën punën me përfaqësuese të dielën. Por Federata e handbollit e Kosovës ka kërkuar ta angazhojë shqiptarin nga Suedia shumë vjet më parë. Më ka kërkuar, mos ka qenë, s'kom pas atë kohë që duhet, se kom qenë trajneri i parë në ligën e parë, s'ka pas kohë, po tash ku erdhi kjo rasti që e kërkuan Jesper që është trajneri i parë, edhe ai më bëni telefon më njëherë tha që ku duhet ta bëjmë patjetër, dhe unë nuk ishte për mua natyralisht ta bëj, ishte patjetër ta bëj këtë. Në Suedi, vendin me handboll shumë të zhvilluar, Zhuta njihet më së shumti për punën individuale me lojtar. Edhe te Kosova ka rol për të ndihmuar handbollistët të avancojnë në aspektin individual. Ka sende që mundi një rregullojmë ose ti ushtrojmë lojtarët, që shofi që ka shumë sende janë më që janë kolektiva, ma ka shumë sende që edhe mund të punojsh tash individualisht. Unë më shumë kam qenë di kështu tash kohën e fundit, kam qenë film në Suedi edhe punoj si trajner kështu për trajner ose për këta që janë më të rritë që vëjnë tash në mosh, po edhe mendoj që ka shumë shanse në Kosovë ta bëjmë këtë punën e mirë me këta. Zhuta beson shumë se kombinimi i mentalitetit shqiptar me atë të selektorit suedez do të shndrohen në sukses për Kosovën. Nuk dihet sa do bëjmë me këtë punë, po besoj që kështu si fillim neve me këtë strukturë që është ashtoj, me këtë mendim që kemi neve pak pi Skandinavia dhe unë kom pi shqiptarve, Jesper ka ma shumë pi Skandinavia, ti bashkojmë ata sendet, besoj që Kosova ka mendoj për para kështu do ketë ka që ta bëjmë këtë send, shumë mirë ta bëjmë. Testi i parë për Oslundin dhe Zhutën do të jetë të mërkurën në derbin ndaj Britanisë së Madhe.
Zhuta po e kalon lehtë barierën gjuhësore që e ka munduar jo pak derisa po vendos të angazhojë te Kosova. Lehtë shpreson t'i kaloj edhe sfida sportive si pjesë shumë e rëndësishme përfaqësuese së Kosovës në handball.